Po lexoja lajmet edhe po shikoja këtë lajmin këtu, i cili më bëri pak përshtypje, ku thotë qeveria kalon fshehurazi në kuvent projekt ligjin që thotë gjinitë të reja të LGBT do njihen në Shqipëri. Tani ky është një debat i vjetër, me thënë drejtën, është një debat jashtëzakonisht i vjetër. Në Amerikë deri diku mori fund si debat kur u rizgjodh pra presidenti Trump, i cili tha që shikon, në Amerikë tash e tutje do ketë vetëm femër dhe mashkull, pra 2 gjini. Në fakt kjo është e vërteta, pavarësisht se ti, shiko, gjithse kush nga ju mund të ndjehet si të doj. Ti mund të ndjehesh edhe pemë, ti mund të ndjehesh dhe asfalt, ti mund të ndjehesh dhe tull, ti mund të ndjehesh dhe budall, ti mund të ndjehesh edhe një plak, ti mund të jesh një plak. Por e vërteta është që ti je ose femër ose mashkull, sepse me fe, me ligj, me shkencë, këto dyja janë gjinit. Edhe sikur të ndjehesh pemë, prap femër je, se pemë pema. Edhe sikur të ndjehesh asfalt, prap mashkull je, se asfalti. Kështu që ky është një debat i vjetër që për mendimin tim është debat shterp, është debat pa lidhje, muhabet krejt kot, sepse ti mund të ndjehesh, e thash edhe herë, çfarë të duash, por e vërteta është që ti je ose femër ose mashkull. Kështu që unë shpresoj që qeveria dhe parlamenti do ta shqyrtojnë me shumë kujdes këtë projekt ligj dhe shpresoj që duhet të jenë shumë të kujdesshëm në vendimarrje për ta miratuar ose jo këtë ligj.